Bëj trajnime gjithani. Kam shku tek të gjithë trajnimet e mundshme dhe prap trok. Jam grop fare. As i lekska. Edhe pse shkojnë trajnime shitjesh, edhe pse shkojnë trajnim biznesi, edhe pse shkojnë ne, jam grop fare. Jam trok. Nuk di ç'a të bëj. Nëse ti je në këtë situatë, mendoj që të mungon një mindset ose një mendim i cili mbase mund të ndikojë në jetën tënde. Mënyra se si unë e shikoj gjën, situatën tënde, është që ti nuk është se ke problem lekësh. Se s'kam lek këtu, s'kam lek këtu, s'kam lek këtu. Nuk është problem asnjëherë lekësh. Edhe më beso. Në jetën që neve po jetojmë, nuk është asnjëherë asnjë gjë problem lekësh. Po cila është problem aftësie. Pra, çfarë aftësie ti ke për të zgjidhur këtë lloj problemi? Qëse problemi jot janë lekët, nuk është problemi i lekëve, por më trego çfarë aftësie ty ke për të fituar lek. Neve i themi në gjuhën teknike, anglisht, unë nga që i kam të trajnimet anglisht edhe jam i detyruar që nga një temë ta them anglisht sepse kështu më ngjan më mirë për veten time. Nëse ti ke problem lekësh, është problemi që ti ke mungesë high income skill. Pra, ke një aftësi për të bërë lek shumë, pra për të bërë të ardhurat të mëdha. Imagjino për shembull nëse ti je një person i cili recepcionist, i cili ke një rrok shumë, ose je një përkthyes. Ke një rrok shumë të mirë, ke një status shumë të mirë, mi po do më shumë. Normalisht tendenca është e tillë që sado rrogën ti ta kesh të madhe, sado rrogën ti ta kesh të lartë, tendenca është që ty nuk do të të pëlqejë ajo. Pse? Sepse gjithmonë të ardhurat e njëjta, shpenzimet rriten më shumë, gjithmonë. Edhe gjithmonë ti merr më shumë kartë krediti, gjithmonë ti blen më shumë gjëra që ty s'të takojnë, që s'të takojnë me nivelin e të ardhurave. Edhe çdo gjë është që në rritje, shpenzimet rriten dhe ty asnjëherë nuk kënaqesh me ato të ardhurat që ke. Tash, nëse ti vërtet ke problem lekësh, pra ty t'ja rrit shpenzimet, çdo lloj pune që po bën, po është ajo puna që ti bën. Tu kemi një gjë që ty të mungon aftësia, high income skills, pra aftësia me bë shumë lek. Për shembull, nëse ti je një përkthyes me rrogën mesatare, nuk e di, 500.000 lek, 1 milion lek, 2 milion lek, unë njoh ca përkthyes shumë serioz, shumë të mirë që marrin edhe 5 euro në muaj. Punojnë me tuaj edhe janë shumë të mirë. I kam miq. Mirë po prapë dhe ata ankon, 5.000 euro sa dalin, sepse tesa është bërë shumë e shtrenjtë etj. Ai normalisht është rrit shumë më standardi. Ku është problemi këtu? Problemi këtu është që këtij personit, këtij përkthyesit, edhe pse fiton shumë lekë, fiton shumë euro në muaj, shumë. Tash i varet se për dikë është shumë, për dikë është pak, dikë është që njëri thotë, ku ka kështu rroga këtu në Shqipëri?" Po gënjen ky se i kanë nizuar ato në libra. Ka lloj mendimesh, është okay. Por ky rasti që unë po diskutoj tani, me këtë përkthyesin të mikeshën timi që merr 5.000 euro në muaj, kjo ka një mungesë aftësie. Çfarë aftësie? Është që përkthimi, ti je përkthyes shumë i mirë, ti je ajo di 3 gjuhë duket, po 2 i ka të forta fare, anglisht edhe gjermanisht. Edhe është shumë e fortë. Tash çfarë punë bën? Çfarë aftësie ke? Kam aftësi, pra përkthim. Okej. Këto kanë disa nivele. Kjo është nivel përkthyes kështu i një pas njëshëm. Pra, bëhet një mbledhje qeveritare, vjen Bill Clintoni në Shqipëri, Bill Clintoni jo, po vjen dikush një zyrtar i lartë edhe bëhet një mbledhje qeverie dhe kjo është aty që përkthen për kryeministrin shqiptar apo për kryeministrin apo për ministrin e tjerë. Pra është një niveli shumë i lartë. Mirë, po çfarë është kjo? Në fundit kjo është një aftësi. Çfarë është aftësia? Është përkthyes. Okej. Tash pyetja ime është, ti je përkthyes. A është një high income skill? A është një aftësi për të pasur të ardhurat të mëdha? Po, jo. Fare. Nëse se ty nuk të pëlqen situata në të cilën ti ndodhesh, nuk të pëlqen rroga që ke. Pra, ke problem me lekët, nuk do të thotë se je një përkthyes i keq, ose je një njeri i keq, ose si jetohet në Shqipëri, ose. Por, cila është ajo aftësi që mua më mungon që unë ta zgjidh këtë problem? Atëherë mbase duhet të mësoj një aftësi e cila mua të më ndihmoj
për të zgjidhur këtë problem. Nëse ti ke një problem lekësh, do të thotë çfarë aftësie është e mirë ose gjithë kemi problem lekësh, çfarë aftësie. Po ka shumë aftësi këtu brenda. Për ta zgjidhur këtë problem, ka shumë aftësi që ti duhet të mësosh. High income skill është, po themi, aftësia për të pasur shumë të ardhura, janë shumë gjëra brenda. Mund të jetë aftësia për të bërë biznes. Mund të jetë aftësia për të kopjuar veten, për të deleguar punën. Mund të jetë aftësia për të shitur veten. Mund të jetë aftësia për të menaxhuar paratë. Mund të jetë aftësia për të disiplinuar veten. Mund të jetë aftësia për të qenë i organizuar me kohën. Mund të jetë aftësia për të investuar. E shumë të tjera se nuk du t'ju lot me llojet e aftësive. Dhe të gjitha këto që ju përmenda nuk janë aftësi kështu. Hajt mo, hec mo se e mësova unë. Bona i trajnim të 2 ditë edhe e mësova këtë aftësi. No. Për ta mësuar këtë aftësinë, mbani mend. Nëse ti do mësosh një aftësi, mbani mend, shif përpara një grattaciel me 25 kate, edhe ti thuj, ok. Vizualizimi im, çfarë do të thënë, aftësi barzi me grattaciel 25 kate. Atëherë për ta bërë këtë, sa orë punë duhen për të bërë grattaciel? Se di, ka disa që e bëjnë për 5 vjet, për 2 vjet, 1 vit, po për 2 ditë joje. Për 2 ditë nuk bëhet grattaciel 25. Okej? Tani konkretisht se sa do grattaciela nuk e kam këtë informacion, arkitektët e dinë më mirë apo investitorët e dinë më mirë, por ajo çfarë unë po të diskutoj ty është që problemi jot që je një përkthyes shumë i mirë, edhe që ke të ardhurat të jashtëzakonshme, 5.000 euro, nuk e di si janë të mira të këqija, nuk mund të jap dot në ngjyrë, kjo është personale. E ti ke probleme me lekët, mund ta kesh rrogën edhe 500.000 lekë, mund të jesh edhe rrogë 500.000 lekë, edhe je një njerëz shumë i shkëlqyer aty ku je. Nuk po jap shembuj rrogash pra profesionesh, po jap një rrogash 500 euro, 1.000 euro, 200 euro, 300 euro, 100 euro, mund të jesh një student. Nuk është çështja e problemit të lekëve. Problemi është se cila është ajo aftësi që ti duhet të mësosh urgjent për të zgjidhur këtë problem. Nuk dua të ripërsëris edhe një herë aftësitë, por dua të them këtë gjë që nëse po flasim për aftësi, 25 kate grattaciel, që ti jesh mjeshtër në atë aftësi. Nuk po themi neve që ta dish se si bëhet. E di unë si menaxhohet koha. Ja, përdor atë Google kalendarin, aty shkruan, e di unë si menaxhon, po se bëj unë. Okej? Kjo është një grattaciel tjetër. Se për të folur për menaxhimin e kohës, që është pyetje $1 milion. Por di këtë gjë që mbase mund të ta them me 2 fjalë, që të mësosh aftësinë për të investuar, pra që të quhesh investitor, që të merresh me aksione, që të merresh me këto, duhet mësosh të investosh kohën. Po, që të mësosh me investu kohën, është një grattaciel e madhe se si ta menaxhosh. Çfarë mjetesh të duhen, cilat janë softet që ti duhet të përdorësh, disiplina që ti duhet të përdorësh, komunikimi që ti duhet të përdorësh, edhe shumë gjëra tjera. Dhe gjithë çështja është që problemi që neve kemi gjithmonë në çdo lloj problemi të jetës është cila është ajo aftësi që mua më mungon për ta zgjidhur këtë problem. Nëse se unë kam problem me bashkëshorten, kam problem me burrin, me gruan, me fëmijët, nuk më ndodh fëmijët, nuk kam problem me prindrit, nuk më kuptojnë prindrit, kam probleme me vllajën, me motrën, me shokët, me shoqërinë, atëherë ta ndajmë që cili është ajo aftësi që ty po të mungon, që po të krijon këtë problem. Për shembull është aftësia për marrëdhënie me komunikimin me njerëzit. Ti nuk je i celshëm, dukesh arrogant, dukesh një njeri i keq, dukesh një njeri i pa disiplinuar, pra kështu sikur s'çan kokë. Në një kohë që ti je shumë mirë, po thjesht nuk di rregullat. Ose dukesh një njeri kështu profesor, mos na bëj tash si profesor ti tash, na lexo librat ti na bëj si profesor. Kjo nuk është problemi i profesorit, ose i atij personi që ta thotë këtë gjë. Po ky është problemi që ti nuk di të komunikosh ose nuk di të gjesh gjuhën me fol me atë tjetrin. Është si puna e me fol shqip tash një indiani, një indi. Me i thonë ati, se kupton e, ose një të kines, ose ti kesh në Kanada për shembull, edhe aty është gjithë bota, edhe shkosh në Kanada, edhe, se s'më morin vesh më këto shqip. Plak, kush e di shqipen? E njëjta gjë është çështja e aftësive. Domethënë, ajo ti problem që ke është sepse cila është ajo aftësi që ty të mungon për të shkuar mirë me shokët, me shkuar mirë me gruan, me familjen. Tashi këtu kemi
aftësi për menaxhimin e jetës, life coach, kemi aftësi për menaxhu biznesin, balanca ndërmjet punës, pra profesionit dhe jetës personale. Ke problem me shëndetin, po shëndeti është rezultat. Pse? Sepse ke aftësinë e disiplinës që ti të shërbesh shëndetit. Dhe shumë gjëra të tjera. Mos të lodhemi shumë me informacion. Por gjithë çështja është që unë bëj trajnime andej këtej dhe prap jam grop, kujdes, mba mend. Nuk është asnjëherë problem lekësh. Është problem aftësie. Cila është ajo aftësi që ty të mungon, që ti se ke për momentin, që të plotësoj këtë nevojë që ti ke apo këtë problem që ti ke. Mirë, po shiko se unë dua 1 milion euro edhe kjo nuk është problem. Okej. Nëse do ta trajtosh kështu, trajtoje si goal, si target. Por nëse do ta trajtosh si më pëlqen shumë ti trajtoj si problem ose si sfidë, po problem. Atëherë është nëse unë dua 1 milion euro ose dua një biznes që të më japi 10 fishin e fitimit që un kam, ose dua që të më japi stafi, ky staf që kam, me këto që kam, dua të më japi 10 fishin e rezultatit, atëherë unë e quaj kët problem to be solved, problem për të zgjidhur. Edhe nëse e kam këtë gjë, okay? Atëherë cila është ajo aftësi që mua më duhet për ta zgjidhur këtë problem? Cila është ajo aftësi që unë duhet mësoj në veten time, në jetën time, në mënyrë që të realizoj këtë gjë? Gjithë çështja nuk është aty tek ai problem që ti po mendon. Nga fati, ky fat na ra, këtu në Shqipëri s'bëhet gjë, nga Zoti ose nga një fuqi mbinatyrshme se më bëri kështu, apo etj. Sfida nga më të pafundmet që mund të të vinë, një çështje është cila është ajo aftësi që ty të duhet për ta mësuar këtë sfidë, të ta kalosh. Okej? Nëse kjo teknikë të pëlqeu dhe mendon që ta përdorësh këtë teknikë komunikimi në marrëdhëniet që ti ke me të tjerët, dhe vërtet kjo teknikë ty të ndihmoj që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hey Ermi, shiko, unë e provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të radh parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkt në WhatsApp, por të tjerët të marrin mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Të pres të më shkruash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshëndes.